Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Si do fillim me falënderim të madh Zot atij qofshin fal. Tek Allahu kërkojmë mbrojtje, kërkojmë strehim, tek Allahu mbështetemi në çdo rrethon të jetës tonë, edhe në rrethonat të sprovave, edhe në rrethonat të rahatisë. Salavat e selam dërgojmë për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm dhe për gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër, do në pak të shihemi në këtë teravi të parafundit. Elhamdulillah, po shkojmë drejt fundit të muajit të agjerimit, muajit të Ramazanit, edhe sado që arsyeshëm gëzohemi që po mbaron muaji, në anën tjetër, dashje pa dashje, është ndjenja e nostalgjisë që po përfundon edhe një matmot, se në fakt Ramazani është si kreu i matmotit. Dhe shpeshherë nuk i llogaritim vitet tona me datat kalendarike kur jemi të lindur, por i llogaritim edhe me Ramazana, me mbarimin e një Ramazani, një viti kalendarik. Është shumë e rëndësishme që këtë Ramazan, këtë agjerim, këtë ibadet që kemi pas për një muaj të tërë me mbrojt, me mbajt, edhe me bë pjesë të pandashme të vetës tonë, të realitetit tonë, edhe individuale dhe shoqërore. Nëse fillojmë vetëm i mbajmë kalim si teori, ato që i themi na imamët për derseve, e nëse kjo nuk na bën dobi dhe nuk na përkthehet në jetën praktike, atëherë kur hiç. Dhe jo rastisht pejgamberi alayhi salam na ka thënë se men lem yada qawl az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajjatun an yada ta'amuhu wa sharabahu. Ai cili nuk i lën mbrapshtit, atë që nevojë ka Allahu që ky me lënë ushqimin dhe pijen. Shumë ka rëndësi transformimi ynë, kthimi ynë ka i madh Zot, apo lidhja jonë me Allahun dhe me këshyrë holl e holl në vllëm të dorës. Ramazani është kthim ka Zotit. Është kthim ka Zotit. Namazi është sigurisë, është garancion i kthimit tonë ka Zotit. Po dhe në ato labirintet më të thella të shpirtit tonë, agjerimi ka këtë efekt. Edhe na jemi insan, thëmë ndonjëherë, e po, çka përfitojmë na me këtë kthim ka Zotit? Na shumë pak dim se çfarë efekte e çfarë dobi mundet me pas kthimi ka Zotit. Shumë pak dim. Sepse vetë natyra shpirtit tonë është e panjohur. Por ata që janë të kthyer ka Allahu, ata që kanë një lidhje stabile me të madhin Zot, e kur themi me të madhin Zot, duke qenë në ato parime, në ato principet, se me dasht me hynë, me u lirë, me telefon, me një adres dikon, apo me një program caktuar, çka do të më shtyp? Do të më shtyp do fa kode, do fa udhëzime, do të më përmbajt, ani me ta ai connection, ai lidhja. Ibadetet janë ajo rruga, ato kodet që neve na mëson me u lidhë me Allah. S'ka formë tjetër. Qëto kode Allahu i ka vendos, Allahu i ka përcaktu, neve në mbetet vetëm me i zbatu edhe lidhja me Allahun është e tillë.
Qaj që është i këthym ka Zoti, edhe Allahu do të jetë i këthym ka ai me rahmetin e vetë. Wa anna Allaha mawla alladhina amanu wa anna al-kafirin la mawla lahum. Allahu është mawla, është mbikëqyrës, është përkrahës, është përkthjelës, është mbështetës, është strehues i besimtarëve, po i cilëve besimtarë, që atyre që janë për një ma hakikat. Jo vetëm i që atyre që e thejmë deklarativisht, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, edhe kur nuk e përjetojnë, hajde vëzëm në mërë se, edhe kur nuk e përjetojnë si shduhet, e në fletë pak se. Por, Allahu është meula i njerëzve që janë për një me të këthym ka Zotit. Në shumë vende në Kur'an, na gjojmë inneke la tukhlifu l-mi'ad. Rabb ti nuk e thënë premtimin. Për një me Allah nuk e thënë premtimin. Ato që Allahu e shef me rahmetin e tij, atë person që është i këthym ka Zotit, Allahu nuk e traton. Këtë njerëz me tratu, Allahu nuk e lënë bashkë. Dikush përballet me një sprovë edhe thotë më ka braktisë Zoti. Jo. Dikush është ndoshta në shtratin e vdekjes. Apo të smundjes që çon në vdekje. Lutju dhe çatër Zotit se Allahu nuk lën vetëm. Nëse është sprovë, Allahu ka me ta përkthyer atë sprovë në favor tonë. E nëse është përsëri sprovë që Allahu të merr për kësaj dynjaje ta di që edhe ajo konkon në favor tonë. Amo ti me Allahun kur mos u të shpa. Kur mos është gënje. Se i madhi Zot, kur dën me realizu, s'ka kush që pengon na mund të i themi, po kemi pa numër shembuj në Kur'an se si Allahu i ka përkrah robët e vetë sinqert. Në periudat ndryshme, në momente ndryshme, pa ditë njerëzit që është për të madhën së. Pa ditë njëri, nuk e di njëri. Unë veç për ju them, për shembull, një rast me pas në komunikacion, një aksident të mund shumë me pas në komunikacion. Edhe me shpëtu në një mundësie reale të aksidentit. Na di shka themi, vallaj, mos kisha lëviz pak ma të majtë apo ma të gjallë, varësisht për situatave, kështë e po aksident. Amo, edhe a tjetëri mos kishë lëviz pak ma unë atë me anë. A nuk e shkën nërmen që me lekë të Zotit në qëtë moment i ka thonë, që kënina për pak. A me i këndej, kur dënë Allahu, mos më u keqë. Po ne jalom meritat dikuj tjetër. Pja marë rastin e Hazreti Musës a.s. jo tili, ideja është që nana Hazreti Musës nuk ka qenë pejgamber, se pejgamberët janë për buka. Po, kur Allahu e inspiron nanën Hazreti Musës për diçka, për me realizu çka? Për me bo Musën pejgamber edhe me bo person që nesër mja marë fronin faraonin. Qa djetë që po lindin fëmijët, meshkuj, faraoni dha urdhër, këtë mi marë, mi ekzekutu, se dikush kam i pote lashën në nërko. Lindja dhe Musa a.s. Dhe i madhi Zot ja dha inspirim nanës Musës, mere fëmin, qëtëm një kofer, a me një kajk vogël në lumin Nil. Musa a.s. lumë e barti përfundojnë pallat faraonit. E mori gruja faraonit. O të njëre që këtë gjallë nga duhet ma vonë. Edhe faraonit, hajta mërë. Amo këta nuk janë të rastishme. Të ne janë të rastishme. Edhe të Musa, të faraoni kanë qenë të rastishme. Po jo edhe për plonin e Allahut. Kretë me plonë. E mor ta shenë pyetje po des uni Musa a.s. nuk përpranon kur gjë me hangër. I morën kretë ato gratë që është marrë fëmijët që është mbyt janë me i dhanë gjinë Musës a.s. si foshtë, si s'ka që me hangër. Mazallah nuk pranon për askujt. Po Allahu po thënë Kur'an wa harramna alayhi. Na ja kemi ndalu Musës.
A më Musës mi pastonat e që i forshë, kush ta ka ndalu, e s'ka ditë me shpjegu. Pa Allahu po dëshmonit vërtet, thotë, na ja kemi ndalu. Mazallah, po des. Dikush të thotë, që vese kretë moj i provun, nuk me merë gjinin e asë njërës, grua, asë kërkuj, i thanë që se dikush që atje ka funi qytetit, është një nënë që ka limë të fëmijë edhe jo, mos ndoshta, kur vjen ajo pikësh nëna e Musës alayhis salam. Vjen dhe jep gjinjë djalit vet, por Allahu po thotë wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Na e inspiru nënën e Musës për me dhënë gjinjë djalit vet. Që ky inspirim që ndodh, ky inspirim, këto mendime të mira, këto ide të quajmë, e që të na shpesh themi mund tek, më kujtu. Kur një themi që elhamdulillah ku më dha Allah me në mirë, me veprimin. Në një udhëkësht caktuar, shpesh herë se asnjë vepër e madhe, e asnjë rezultat, e asnjë sukses nuk vjen pa pas një ide. Shumë të rasteve janë ato ide për të marrë Zot, për me lekë të Zotit, për na i përkthejmë ndryshe. Po edhe ato ide shpesh na për shembull kemi pas tash po përkthem pak se pas autuha po shkurtojmë na është ndihmu neve na kanë ndihmu gjatë periudhës luftës për shembull. Na harrojmë se ndihma ishte për Allah. Pa ja dha një gajrit muslim, një jo muslimanit këtë ide me në ndihmu. A ku ja dha që që realizoj se bebët i madhë zëtë, a është për Allah. Po ishte për Allah. A hatëri i pafashmeve, a i dëshmorve, a i fëmijëve, a i shahidve, i njerëzve që kanë sakrifikua, kanë vujt në këtë vend, da është e Allah, inë Allah e balighu emri. Allahu e realizon punën e vetë për të ndërboha. E vëllezër, kthehuni sinqerisht ka i madhi Zot e Allahu të thirr ka ju me rahmetin e vet. E ky Ramazan kur na vesh pushkojmë, nuk het jemi në fund. Inshallah ka mjaftuar që na më fthy me tamam, se edhe na jemi insan i dim, dhe njëherë dunjoja eruptive na rrëmben. Ashtu qysh kanë thonë edhe dietarë që kanë përshkruar sukrët dunja, dehja e dunjas. Dunjoja është sikur me të pinë. Ku i dehuri s'ka vetije për Allah, për kur gjë. Është një lloj dehje. Dunjoja është dehje. Interesi i dunjës është sikur ai dehuri që nuk i bjen ndërmend me mendu. Po alhamdulillah ky Ramazan kretë ato prirjet negative që njeriu i mveshën si mbishtresa në shpirtin e tij. Ramazani një rrezon edhe këtë njërën vetën e vetë, ato që në vetë që atë në Allahun. Kemi arë këtu edhe mu pa bala balë, po edhe në lërsu Hoxhën Osman, Hafez Osmanin për punën e për bashkë me Hafez Musamedinin, që e keni këtu këtë xhami si yll qytetit, themi kështu për faktin se në të vetmën falën teravit me hapë. Edhe është tepër me vlerë. Elhamdulillah, mukabele ka pasur për xhamia, por është një vlerë mbi vlerat që edhe namazin e teravit ta kemi me hatme të Kur'anit. E na po vlerësojmë shumë e po çmojmë punën e Hafez Osmanit bashkë me ndihmësin e tij, Musamedinin, që e kanë fillu, elhamdulillah, Zoti ka bënë nasib edhe me dalë në fund, se vallahi mesele në fillim për të filluar pa e kishëm 29 ditë, se është pak stres, pak po shumë. Tash në pas stres një orë vjen të lashe e për çdo ditë, është bajki sakrifis, po Zoti është shpërbleft, e veç ajo është që i shpërblen, inshallah, Allahu ja bën për atyre veprave të mira që u gjinin po i në manzar. Zoti ja lëtoft provat e dunjas. Zoti është shpërbleft. E sonte pasmi edhe një mysafir për imamin e këshillit të Bashkisë Islame Klinës, e përzijës edhe historie Klinë. Po, Klinës
atë në rregull, ata të folta